Mirë mbrëma të gjithë dhe miq të Supersport, mirë se vini me play-offin e Conference Ligës. Sfida e kthimit mes turqëve të Samsun Spor dhe kuqezime nga Tetova Shkëndijës që humbën ndeshjen e parë në Shkup në stadiumin Todor Proenski. Duket gjithçka gati për të sfidë me Samsun Spor dhe Shkëndijës. Tash sfida aktive të play-offit Conference League, luhet për një vend në fazën e 1/8-ave. Ndërkohë që afrohen në krahun tjetër të mbrojtjes së krahut djathtë Samsun Spor, Zeki Javru. Tash bashkë me Trumçin ishin të dytë pezuar në ndeshjen e parë, dy mungesa shumë të rëndësishme të Shkëndijës. Vërshëndetje tani Simone Soza ka nisur sfida për arbitrin italian. Kjo është ndeshje 6 që arbitron në Conference League. Teksa kujtoj që ka një mesatar për 4 kartonë verdh për ndeshje, kanë nxjerrë 2 herë karton një kuq. Spor Trumçi. Kërcimi Trumçi drejt zonës, Xhenge nuk arrin dot të rrezohet. Pretendon për penalti Shkëndija, por ka Islami. Tenton nga distanca, shumë e lehtë gjuhet, e ka marrë pas Xhenge. Brenda zonës Xhenge, tenton me të majtën. Pret mjaft mirë Koçuk Shkëndijën. Një kërcimi Webster drejt zonës, ka një goditje me kokë, më pas kontrollon Koçuk. Tani Shkëndija 3-2. Arrit të avancojë Latifi. E mban mjaft topi, ka hapësirë në goditjes Latifi me të majtën. Kërkon shërbej tek Xhenge, por nuk ka del dot. Mundur për ta marrë. I vjen ndihmë Spahiu. Shërben të Trumçi në krahun e djathtë, kërcimi brenda zonës, më pas provon Latifi, por bllokohet gjuhetja e tij. Islami. Tamba kombinon mjaft mirë me Drilon Islami që provon avancon në krahun e djathtë. Futën brenda zonës Islami, ka mundsinë. Gjetën pasimin e duhur tek Xhenge. Xhengen është vetëm përpara, Xhenge mban topin. Kërkon alternativa. Xhenge kërkon pasimin tek Tamba, nuk e ka dalë, por insiston, më pas provon me të majtën. Gabon, ndërkohë që ishte i lirë në krahun e majt për të shërbyer. Liri Don Latifi. Pas provon kjo tentativë Gaje, e ndal Holsen. Në sekondat e fundit të kësaj pjese të parë vjen rasti më i mirë për skuadrën e Samsun Spor. Xhenge jo ndaj do me shërben drejt Tambës. Deri me kokë Zeki. Dhe mbytet tu pjesa e parë pa gola mes Samsun Spor dhe Shkëndijës, që pjesë e parë shumë e mirë për kuqezin nga Tetova, një skuadër që ka arritur mbyll mjaft mirë hapësirat prapa, duke lënë vendasi që të kenë vetëm një rast rrezikshëm atë të fundit pjesës së parë me Holsen. Dhe në krahun tjetër Shkëndija ka pasur disa mundësi ku nëse do dërgoheshin pak më tepër grind dhe mund të shënonin me anë të Latifit, me anë të Xhenges, Zenullajt apo dhe Spahiu. Gjithsesi mbyllet pa gola pjesa e parë 0-0, pushimi i shkurtër më pas sërish bashkë. Shqip në zonë. Ka një pretendim për penalti dhe ka 11 metrash për Samsun Spor. Përshëndet Jytari Soca. Godet të Nçam dhe gjen cepën e portës dhe jep avantazhin skuadrës e Samsun Spor në minutën e 53. Sebastian Spahiu. Simi lart dhe topi që shkon drejt në duar dhe përdejt Okan Koçuk. Skuadra e Samsun Spor, Holce. Pasimi dhe Nçam. Pandrongelen. Pas të Sumu, e qënë qëndër edhe kjo goditje, shkon në rjetë. Sherif Ndjaje, shkon dhe golin e dytë skuadre e Samsun Spor, dhe këtu besoj që shuen të gjitha shpresat, edhe ato minimale të Shkëndijës, për të tentuar ndoshta një rihapje të ndeshjes. Yüksel, qenë në mjafir Marius, brenda zonës, dhe vjen goli tretë për skuadrën e Samsun Spor, shnon dhe Marius. Thellohet akoma dhe vërtet rezultati për vendasit. Gënyl përpara, kërkohet Marius, tjetër mundësi për Marius, godet dhe sërish shtylla. Mundësia ndoshta për aksionin e fundit të kësaj sfide, kërkohet realizimin brenda zonës Holce. Shërben tek Marius me portën bosh, shënon
4-0 Samsunspor në aksionin e fundit. Marius ja del të kompletoj 2 golçin. Edhe të gjënë 4-0 këtë ndeshje. Dhe përshënden këtu, gjyqtari Simone Soca mbyllë gjithçka përfundon sonte në këtë mbrëmje aventura shkëndijës Tetovës në Kupat e Europës, duke pësuar një humbje 4-0 në sitën e kthimit përballë turqëve të Samsunspor, që në tërësi e merituan kualifikimin për atë se çfarë tregoi fusha e lojës, pasi fituan ndeshjen e parë në Shkup 0-1 fal golit të Marius. Në ndeshjen e sotme Shkëndija bën një pjesë parë shumë të mirë, duke treguar e kujdesshme, por besoj që ekuilibrat në këtë ndeshje u prishën menjëherë me fillimin e pjesës dytë. Një penallti e shkaktuar nga Trumçi dhe fituar nga Asumu, kthyer në gol nga Nçam në minutën e 53 për të dhënë avantazhin Samsunsporit, ndërkohë që në minutën e 71 i asistuar nga Asumu Ndjaje çoi topin në rrjet për ta çuar 2-0 sfidën, teksa pati hapësirë dhe për 2 golet të Marius në të 79-ën dhe minutën e 92 që vulosën përfundimisht fitoren të Samsunspor 4-0 dhe me rezultatin e përgjithshëm 5-0 Samsunspor arrin që të avancojë në 1/8 e Conference League dhe Shkëndija ta mbyll këtu aventurën e saj europiane. Me këto pamje, vim në fundin e transmetimit ton. Vjoni qëndroni me Supersport, bashkë më të takofshim.